Erion Velia atë ka pasur armën e vetë më të fortë. Pra, dhe themi Erion Velia nuk është mbajtur për njeriu që ka bërë punët më të mëdha apo për imazhin apo për vizionin e tij për ndryshimin e Tiranës. Erion Velia ka qenë njeriu i cili do të mbahet mend, kryetari i bashkisë i cili do të mbahet mend si njeriu që e ngriti formën e institucion. Dhe çdo thot formën e institucion u kujdes më tepër për imazhin dhe fasadën, u kujdes shumë që imazhi i tij të mos cënojë, imazhi i tij të glorifikohej duke paguar media, edhe duke paguar dhe aktivitetet të tjera. Ti po të shikosh pjesa më e madhe e personazheve VIP të botës së artit, showbizit në Tiranë janë mbështetës zotit Veliaj. Pse? Sepse zoti Veliaj paguan lek. Dhe natyrisht që ai këto lek ka dy zgjedhje, o ti çojë ti bëj kopshe çerdhe dhe njerëzit të fillojnë ta vlerësojnë për punën që bën, ose ti çojë te mediat, ti çojë te artistët dhe njerëzit ta vlerësojnë për atë që ai reklamon se bën. Erion Veliaj do të mbahet mend si njeriu i cili ja kushtoi të gjithë vëmendjen e vet imazhit, u përpoq që të kuronte imazhin e vet dhe këtë e bëri me kosto kur vjen puna tek produkti i punës së vet. Sot Tirana në pjesën më të madhe të saj është një qytet i cili nga pikpamja e jetesës së përditshme për ata që jetojnë të përditshmen e saj, që jetojnë trafikun e saj, po kthehet në i pabanueshëm, ndotja është në nivele alarmante, trafiku në nivele alarmante, kaosi urban në nivele alarmante. Tirana sot në vitin 2025 nuk ka akoma ujë, pra pjesa më e madhe e qytetit nuk ka akoma ujë, e vetëm zgjidhjen që kanë bërë për ujin e pishëm, për ujin, më fal, jo për ujin e pishëm, por për ujin qytetarët e kanë zgjidhur vetë, ujin e për të pirë shkojnë akoma ta blenë në dyqan, kështu që kjo është puna e Erion Veliajt. Por ai është kujdesur të ketë imazhin e mirë. Dhe këto media që sot vazhdojnë akoma ta mbrojnë, e kanë pikërisht për inerci të flukseve të parave të mëdha që kanë marrë gjatë gjithë kohës, duke shpresuar që me këtë shërbim të fundit që po i bëjnë, po i ja lajnë haqet e gjithë asaj mirëqenie që kanë jetuar për gjatë gjithë 10 viteve të zotit Veliaj. Dhe duhet të themi një gjë që zoti Veliaj kishte shansin për të qenë kryetari i bashkisë më i gjatë në Shqipëri, nëse do ta mbyllte këtë mandat, nuk ka arritur dot e Dirama. Dirama ka qenë 11 vjet kryetar bashkie, zoti Veliaj do bëhet 12 vjet, po si duket nuk ja la fati që të arrinte zotin Rama dhe do të mbetet e 10 vjeçari. Ola. Erion Veliaj mbase do përfshihet te modelet dhe literaturat e shkollës së gazetarisë se si nuk duhet bërë gazetari, sepse për një kohë të gjatë në newsroomet shqiptare, media të cilat kishin lidhje të drejtë për drejtë me zotin Erion Veliaj, si përmes interesave në lejet e ndërtimit, si për interesat të tjerë ekonomik, përmes kontratave dhe tenderave publik, apo edhe parave që dërgonte dhe vetë zoti Veliaj dhe reklamave që ofronte kompania e vllajt të tij, raportoi sot me Bashkinë e Tiranës, presim çfarë do të sjellë me ujë transfer zyra e shtypit. Ky ka qenë për vite me radhë në shumicën e redaksive të medias shqiptare, raportimi gazetarëve të sociales që mbulonin Bashkinë e Tiranës. Nuk kishte asnjë kronik kritike, nuk kishte asnjë emision kritik, flasim për mediat kombëtare dhe ato që kanë patur vëmendjen e opinionit publik, dhe në rastet kur disa gazetarë vendosnin në mënyrë personale që të merrnin një nisëm dhe për të raportonin një ngjarje, Erion Veliaj do të mbahet mend si ai kryetari i bashkisë i cili i shkruante pronarit për të hequr gazetarët nga puna. Madje edhe për komente që mund bëheshin në rrjetet sociale duke kapur kulmin. Tani, nëse analizojmë situatën ku ai ndodhet në ambientet e paraburgimit, të njëjtën gjuhë fyese dhe shantazhuese që ka përdorur jashtë qelisë, ai vazhdoi që ta përdorte brenda qelisë edhe ndaj prokurorëve dhe njerëzve të drejtësisë. Ktu shohim që një pjesë e mediave, të cilët kishin nisur fushatat e dezinformimit, pra të shpifjes ndaj prokurorit Olzdado dhe gjykatësit Erion Bani, të jenë ndalur dhe ka një korrigjim. Megjithatë, një pjesë tjetër e mediave vazhdon që të raportojë anën editoriale pro zotit Erion Veliaj, për sa kohë që parat janë duke rrjedhur. Parat të rrjedhin. Po kush i jep këto? Ai si izoluar është vetë. Jo se si jepte vetë, ai si ka dhënë vetë. Prandaj edhe lufta për plasja për Bashkinë e Tiranës ishte aq e madhe sot. Ishte e madhe thoj. Po vllai ton duket aty në burg vazhdimisht. Po vllai ka kompaninë e marketingut që dërgon reklamat dhe furnizon shumicën e mediave. Kështu që kjo është lidhja më e dukshme. Ne po flasim për lidhjet pa dukshme. Klodi kishte në gjetje ajo.
Nuk kam që të them përveç fakti që Erion Velia e ndërtoi një ngrehin që nuk ishte asnjë themele dhe ajo ngrehina e zuri poshtë se ishte një ngrehin që bëri ndërtoi një imazh të rrem, edhe kam përshtypjen që sapo imazhi i tij nuk ishte më me drita, me regji, me kasetat regjistruar e tjera me radhë dhe tregoi fytyrën e vërtet të vetën. Pra, tani ne po shohim Erion Velia në vërtet, i cili vepron në panikë sipër, i cili merr vendime në panikë sipër, i cili nuk është i aftë të bëjë betejë, i cili tërhiqet sapo Edi Rama i shkel syrin apo i ngre pak zërin, kështu që mendoj tani po shohim kryetarin e vërtet të bashkisë që në 10 vjet u kujdes më së shumti për të ndërtuar një imazh të rrem për opinionin publik. Zonja Xhama, ç'po ndodh me hetimet për vllajën e Erion Veliaj, të Arbër Veliaj? Si që kam raportuar edhe herën e shkuar, një pjesë e kompanive, si që është kompania One Communications, janë në lupën e SPAK-ut sa i takon marrëdhënies që kanë patur me kompaninë Google dhe janë duke kontrolluar çmimet e kontratave që kompania Google SHPK në zotrim të zotit Arbër Veliaj ka patur me kompaninë One Communication dhe nëse ka patur favorizim apo ushtrim të ndikimit të palishëm nga ana e zotit Veliaj, që ai të merrte këtë lloj kontrate. Tregu i marketingut në Shqipëri dihet që është një treg i cili kanalizohet te 4-5 kompani dhe buxheti kompanive të telekomunikacionit, siç është kompania One Communication apo Vodafone apo të marrësh në portofolin tënd edhe banka tregtare, ato kanë edhe buxhetet më të mëdha dhe aty është e gjithë lufta. Megjithatë, te një kompani sigurimi dhe te kompania One Communication, SPAK ka arritur që të gjejë që ka patur jo vetëm marrëdhënie kontraktuale në vlera miliona euro me One Communication, faturimet janë në vlerën 5 milionë euro për kompaninë Google SHPK, por ka patur edhe tendera që këto kompani kanë fituar nga Bashkia e Tiranës, ku autoriteti kontraktor në këtë rast është vllai i zotit Arbër Veliaj, zoti Erion Veliaj. Tani, një pjesë e parave të cilat ka arkëtuar kompania Google, kanë shkuar te kompanitë e lidhura me zonjën Ajola Xoza dhe është duke u ndjekur edhe kjo linjë. Për kompaninë Partner Law janë faturuar 100.000 euro, për kompaninë... Po pse valuri janë dhe në po? Për shërbime fiktive, për një pjesë të mirë të tyre, dyshohet që nuk janë kryer fare si shërbime. Po ashtu edhe për qendrën Byla, kompania Google ka sponsorizuar, pra ka dhënë 20.000 euro, ndërkohë që... Se thuaj Google ti se popullata nuk e kupton, thuaj vllai Erion Velis. Vllai Erion Velis ka dhënë për kompaninë Ava Studio, që është e mamas zonjës Xoza, ka dhënë 74.000 euro. Pra në total janë 200.000 euro që janë dhënë ndaj kompanive që de facto zotroheshin nga ana e zonjës Ajola Xoza. Pyetje për Bushatin Sokon. Ai ka lëshuar përfundimisht Rama Veliajn. Her pas herë Rama thot frazën PS është oqean. Një bie mira ngrihen. Këtë një bie mira ngrihen ka. Se kuptoj çrije ka oqeani me atë që bie dhe ngrihet. S'ka lidhje thua. Ka gjetë kotë. Po jo, për që PS është e madhe, është oqeanike. Mund të jetë pyll, për shembull, që një pemë bie, mbin mira të tjera. Qartë, po si figurë shkon, si metaforë e pranueshme i bashkon në... Po të ishe ti një intervist, si që ishe një intervist me Bashën, do i thoshe të mbaruan njerëzit që kalove ke peshë. Po i thash Bashën, se aty vetëm në peshë këtë.